Përshëndetje dashur bashkëdhetar. Sot në emisionin e radhës do trajtojmë çështjet që lidhen drejt për drejt me lejet e qëndrimit, por dhe zhvillimet e fundit rreth emigracionit në Greqi, por dhe jo vetëm. Pasi tashmë Greqia duhet që ka hyrë në një fazë fushate zgjedhjesh të parakoshme, edhe pse nuk është njoftuar publikisht nga kryeministri Kyriakos Mitsotakis. Por në çdo rast duket që të gjitha partitë kanë ndezur motorët dhe janë në një fushat parazitore. Kjo një zhvillim i cili nuk kemi hasur të kaluarën, pra një fushat rreth një vit përpara zhvillimit të zgjedhjeve. Në këtë kontekst sigurisht që preken edhe bashkëtarët tanë, emigrantët shqiptar, por dhe emigrantët vëndë treta. Pse prekin nga zhvillimet politike? Prekin nga zhvillimet politike se fatkeqësisht në periudha elektorale procedurat e lejeve të qëndrimit kalojnë në një fazë të dytë, që të thotë ose ato ngrihen ose pezullohen ose ngadalësohet e gjithë procedura. Urojmë që kjo mos ndodhi nëse bazohemi edhe tek deklaratat publike të Ministrit të Migracionit, dhe duke u konstatuar sigurisht edhe zhvillimet reale që vijnë nga drejtoritë e decentralizuara, Departamenti i Migracionit në të gjithë Greqinë. Kemi konstatuar që ka një vazhdimsi të vonesave të rënimit të qëndrimit, në disa drejtori ka përshpejtim të procedurave, ka dhënë një kohë shumë më të shkurtër të lejeve të qëndrimit për disa kategori, që mendoj është shumë e rëndësishme për të trajtuar më pas dhe për të dhënë disa shpjegime më analitike, për të dhënë disa përgjigje për shumë pyetje që kanë ardhur në Albania TV dhe mendoj shumë e rëndësishme. Në këtë kontekst, ajo që mendoj është më e rëndësishme është fakti që zhvillimet e fundit si në Greqi, në rajon, por edhe në Shqipëri, kanë atë ndjesinë e tyre të aktualitetit, cilat në një moment shqiptarët, kryesisht në më të themi lëvizja e flamingove, për lëvizjen e flamingove, ka dhënë një ndjesi dhe ka dhënë një tjetër imazh shoqërisë shqiptare, shtetit shqiptar, të gjithë shqiptarë në botë, nga një vend i cili prodhonte, në më të themi, vetëm lajme negative, po shpeshherë në shumicën e rasteve lajme negative, tregon një dinamikë të tretë, tregon një dinamikë që një shoqëri ka impulsivitet, ka ndjeshmëri, është një shoqëri që ka ndjeshmëri ndaj natyrës, ndaj biodiversitetit, ndaj pronës dhe aq më tepër ndaj frymës demokratisë dhe ndaj vetë demokratisë, ku është ndjerë fatkeqësisht inekzistenca e vetë popullit, pjesëmarrjes së popullit, shprehja se popullit qoftë me anë të votës, pak më tepër me anë të zërit të tyre që popullit të merren në konsiderat. Gjë e cila reflektohet dhe në Greqi, dhe kemi konstatuar që në Greqi janë bërë disa aktivitete në këtë kuadër që lidhet me zhvillimet në Greqi. Por do të thoni ju çfarë lidhje ka aktualiteti me lejet e qëndrimit? Sigurisht që ka lidhje, sepse sa më i konsoliduar të jetë një shtet, kryesisht shteti shqiptar, aq më serioz, aq më shumë mund të merret konsiderat nga shteti grek. Sa më i dobët të jetë shteti shqiptar, fatkeqësisht aq më pak do të merret konsiderat. Nga ana tjetër, faktori shqiptar në Greqi që ka një rol shumë të rëndësishëm në këtë kontekst, diaspora shqiptare në Greqi që është organi i shkallës së tretë e mendoj është organi kompetent i cili mund të përcjellë me seriozitet, profesionalizëm dhe me dinjitet problematika dhe duke i adresuar ato instancave greke, mendoj që janë bërë disa përpjekje që duket të ishte në drejtimin e duhur dhe shumë shpejt mendoj që do të kemi edhe të reja. Bëhet fjalë për lejet e sigurta të qëndrimit, pa ato kategori të cilat shteti grek i konsideron të sigurta, siç kemi thënë të kaluarën, lejet 5 vjeçare, 10 vjeçare, pjesëtar të familjes grek, ata me rezidencë fatgjatë në Greqi, apo dhe lejet 3 vjeçare, të cilat janë ose pjesëtar të kytarit të familjes së tretë, ku kujdestari ka të gjitha kriteret dhe plotson të gjitha kriteret dhe është në të njëjtin pronar, ka të ardhur të rregullta, ka deklaratë fiskale të rregullta, të gjitha ato procedura po përshpejtohen. E vetëm kategori faktikisht që kemi konstatuar që ka vonesa është kategoria e arsyeve njerëzore, të cilat ato janë adresuar në Ministrinë e Migracionit dhe për shkak të mbingarkesës që ka kjo ministri dhe për shkak të personelit të paktë, shpeshherë ka vonesa të cilat konstatohen në kohë zgjatje dhe fatkeqësisht në mund ta themi me terma thjesht u hyet në hak atyre që vërtet mund dhe duhet ta merrni kohë shumë të shpejt lejen e qëndrimit, sepse kanë vërtet problem shumë serioz. Në këtë kategori, fatkeqësisht,
janë në shqyrtime sipër rreth 20.000 leje qëndrimi. Pjesa më e madhe për tyre, të paktën 6% sipas ekspertëve dhe sipas informacioneve që ne kemi në Ministrinë e Imigracionit, i përket emigrantëve nga vende të tjera të cilët nuk janë x të kësaj kategorie, por kanë abuzuar ose më saktë kanë qenë viktimë e personave të papërgjegjshëm duke aplikuar për këtë kategori për të patur një vërtetim për të çekulluar apo qoftë një formular aplikimi me anë të cilit mundohen të sigurojnë në qëndrimin e tyre në Greqi. Por kjo mbi volum pune, kjo mbi ngarkesë e shërbimit kryesisht në Ministrinë e Imigracionit sjell vonesa për ata që vërtet kanë probleme shumë serioze dhe u vonohet të lëvimi i lejes së qëndrimit. Në çdo rast, mendoj që është momenti për të bërë një thirrje edhe një herë, sepse kemi konstatuar përtej denoncimeve dhe mesazheve, emaileve dhe telefonave që ne kanë ardhur në Albania TV, kemi konstatuar që rrjetet sociale janë rishfaqur në mund të themi shpëtimtarët të emigracionit, të cilët shpeshherë bëjnë thirrje për gjoja e ligjit të ri, për gjoja një formulë të re ku mund të pajisin me vërtetime një veçare. Siç i kemi thënë të kaluar, po e ritheksojmë, të nderuar bashkëtarë, të gjithë ju që na shikoni, por ata që nuk kanë mundësinë të bëni kujdes nga personat e papërgjegjshëm. E kemi thënë dhe thënë, nuk është momenti, koha dhe aq më tepër e përshtatshme bërja e kësaj lëvizje ose aplikimi me anë të këtyre personave. Për të faktin që ju do të humbisni para tuaja nëse do të përshëndoni, por problemi serioz nuk është vetëm ana monetare, është penalizimi që buron nga këto lëvizje të papërgjegjshme, sepse aplikimi nga persona të papërgjegjshëm automatikisht sjell penalizim nga sistemi ose më saktë nga detyrit analoge, të cilat konstatojnë që aplikimet janë fiktive apo janë edhe me dokumenta të falsifikuara, sepse nuk ka aktualisht asnjë lloj formati, asnjë lloj dritare ligjore, asnjë lloj ligji, projekt ligji apo qarkoreje, qoftë urdhërese ministrore që të japë mundësinë këtyre njerëzve të pajisin me leje qëndrimi. Madje përkundërse ka një reduktim dhe ka një problematik shumë të theksuar ku akoma edhe personat me aftësi të kufizuar apo me aftësi ndryshe dhe problemat që kanë një përqindje shumë të lartë pa aftësie, qoftë 5%, 7 apo 8% apo edhe 90%, e kanë të pamundur për të aplikuar për leje për arsye njerëzore, sepse nuk e kanë të drejtë. Fatkeqësisht i kanë të drejtë vetëm ata personat që janë totalisht të paaftë për gjithçka dhe kanë nevojë për një kujdestar. Ishte vetëm kategori, por dhe ajo kategori çuditërisht ose më saktë për hir të vërtetës për turp të shtetit grek duhet të kenë një mori dokumentash që është absolutisht e pamundur për të siguruar që të aplikohet. Pra në këtë kontekst, unë dhe stafi Albania TV ju bëjmë thirrje të bëni kujdes përpara se të bëni çdo lloj procedurë, mos hezitoni të na kontaktoni, mos hezitoni të na telefononi, mos hezitoni të na dërgoni shqetësimin tuaj dhe ne t'ju kthejmë përgjigje. Nëse ju keni dikë tjetër, qoftë avokat, qoftë person me njohuri të mjaftueshme ligjore dhe kompetent, mos hezitoni dhe adresoni për të marrë përgjigjet e duhura. Më lejoni të bëjmë një rezume çfarë ka ndodhur vitin e fundit ose më saktë që të jemi më korrekt, 2 vjet e fundit që ka një ndryshim shumë të rëndësishëm tek procedurat e lejeve të qëndrimit. Kemi ndryshimin e filozofisë së legalizimit në Greqi, pra të pajisë me leje qëndrimi, kemi komplet ndryshimin e filozofisë së lejeve të qëndrimit dhe më konkretisht është ligji 5226/2025 dhe ligji i 2026 është ligji 5275, të cilat kanë ndryshuar të gjithë strukturën, formën, mënyrën e pajisjes me leje qëndrimi në Greqi, gjë e cila ka vënë rrezik shpeshherë dhe në shumë raste është konstatuar akoma dhe ata që posedojnë leje qëndrimi. Pse? Sepse shtrëngimi i masave, kalimi i formatit nga procedura administrative dhe humane në procedura penale, administrative, me masa shumë të repta. Siç e kemi thënë dhe në të kaluar, unë po e ritheksoj edhe një herë, ajo që është konstatuar aktualisht janë penalizimet që ofrohen për shkak të shkeljeve apo të mos respektimit të procedurave. Në praktik, ajo që ka ndryshuar është rritja e rrezikut, ose më saktë, kalimi nga një procedurë, nga një shkelje administrative në procedurë penale që automatikisht sjell pasoja shumë të mëdha monetare dhe deportime, pra shpalljen e padëshirueshme në shtetin grek.
janë shtuar kompetencat e autoriteteve parandaluese ose të sigurisë, siç janë autoritetet policore dhe ushtria apo çdo institucion tjetër kompetent, cili tashmë ka më shumë kompetenca të kaluar, madje në shumë raste ka një mbivendosje të pushtetit dhe të autoritetit, e cila ka qenë me institucionin e gjykatave, të cilat edhe pse kanë thënë shpeshherë përgjigje pozitive për qytetarët e vendit, për emigrantët apo refugjatët, këto institucione nuk i marrin konsideratë dhe kanë deportuar emigrantët. Ajo që mendoj është më e rëndësishme është fakti që masa sulmuese parashikojnë masa penalizuese që arrin 2 deri në 5 vite burg, gjop deri në 5.000 euro dhe sigurisht deportim jo vetëm nga Greqia, pra shpalljen e personave të padishueshëm jo në Greqi, por në gjithë zonën Schengen, për qytetarët e vendeve të tjera, qofshin këta shqiptar apo nga vendet aziatike. Në këtë kontekst, unë dhe ne si stafi Albania TV ritheksojmë dhe bëjmë thirrje që të bëni kujdes ku do të adresoheni. Aktualisht çfarë kërkohet? Mendoj 2 janë elementë më kryesorë që duhet keni parasysh. Së pari, duhet në çdo moment dhe çdo ditë të kontrolloni email-et tuaja, sepse tashmë çdo procedurë është me anë të postës elektronike dhe bëhet online. Në këtë kuadër ju duhet jeni të vëmendshëm nëse merrni një njoftim nga drejtoria e decentralizuar Departamenti i Migracionit, pra nga periferia ku keni aplikuar, duhet brenda një afati kohor, siç parashikohet në ligj, brenda 2 muajve të përgjigjeni duke dërguar dokumentacionin për kazën. Nëse ju e keni të pamundur për t'ju kthyer përgjigje apo për të siguruar dokumentacionin për kazë, atëherë siç e thamë më herët, duhet të adresohen drejtorini personave kompetent të cilët mund të ndihmojnë qofshin këta avokat, juristë të ndryshëm apo persona që janë të certifikuar për të ofruar ndihmë. Dhe së dyti është të ndjekja procedurës së marrjes së lejes së qëndrimit, sepse në shumë raste, kryesisht bashkëdhetar, unë kam konstatuar personalisht me 10 raste ku ndërkohë që kanë marrë një email, kanë një vedije të plotë që nuk kanë marrë email, sepse kjo vjen për shkak se nuk kanë njohuri të mjaftueshme në menaxhimin apo në përdorimin e mjeteve elektronike, kryesisht të telefonit apo të emailit, dhe nëse kalon afati kohor dhe i cili është 6 muaj, personi në fjalë humbet lejen e qëndrimit dhe është e pamundur ta tërheqësh lejen e qëndrimit. Dhe nëse humbet lejen e qëndrimit është shumë e vështirë për ta rifituar atë, duhet ndjekur procedura të tjera. Këtë e them në kontekst sepse vetë se edhe këtë radhë u gjetë në përfaqësi, u detyrua të jepë një shans të dytë, por duke e kufizuar për shkak të dobësisë së tij, që do të thotë gjitha personat që kanë humbur lejen e qëndrimit në Greqi, jo të gjithë këtyre viteve, por gjatë vitit 2025 kanë mundësi të riaplikojnë për leje qëndrimi. Kjo për ne është një mundësi, ose më saktë më thëmë është një lëvizje që e përshëndesim, por nuk është mjaftueshme sepse automatikisht përjashton të gjithë ata që kanë pasur leje qëndrimi në Greqi vitet e kaluara dhe nuk kanë mundësinë të riaplikojnë sepse i kufizon ligji. Pra në këtë kontekst, siç e thamë më herët, duhet të jeni të vëmendshëm që mos të bini viktimë ose më saktë të mos humbisni lejen e qëndrimit. Humbja e lejës së qëndrimit ka shumë pasojë, përtej faktit që jeni i parregullt në Greqi, por krijon pasoja të tjera, qoftë për siguracionet, ndihma sociale, aq më tepër për përfitimin e shoqërisë greke. Në mbyllje të çfarë tha më sipër, ju bëjmë thirrje edhe një herë të bëni kujdes me personat me të cilët aplikoni. Ju lutem, zgjidhni personat e përgjegjshëm me qëllim që në çdo moment, në çdo vështirësi të keni mundësinë të zgjidhni problemin që mund t'u dalë. Në të kundërt, rrezikoni të humbisni lejen e qëndrimit. Duke falendëruar për vëmendjen dhe për mbështetjen që keni ofruar Albania TV, shifemi së shpejti në emisionin radhës duke dhënë pyetje përgjigje të gjitha atyre pyetje dhe shqetësime apo aq më tepër probleme që ju keni të shtuar në Albania TV. Janë të shumta dhe në këtë emision ne nuk arritëm të trajtojmë, por shumë shpejt do të jemi në një emision të dytë ku do t'i trajtojmë me radhë. Faleminderit dhe shifemi në emisionin e radhës.